Gjatë një bisede me Rogertin, Brikena ka habitur me deklaratën e saj duke shprehur bindje se fituesi i këtij edicioni do të jetë Mateo. E pyetur se si e sheh veten në këtë fazë të lojës, ajo u shpreh se nuk e konsideron veten pjesë të finales, duke thënë se do të largohet shumë shpejt nga shtëpia. Kjo deklaratë nuk u prit mirë nga Rogerti, i cili e kritikoi për këtë qëndrim, duke i theksuar se një mendësi e tillë nuk është e përshtatshme për një konkurrent në këtë pikë të garës dhe se mund të perceptohet negativisht nga publiku. Megjithatë, Brikena nuk ndryshoi mendim dhe vazhdoi të insistojë në mendimin e saj se Mateo do të jetë fituesi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.